Mirë se erdhët në shtëpinë time. Këtu jemi sapo tash nga dera e jashtme, jemi në pjesën e korridorit. Korridorin është montuar që në pjesën e prapme të derës, derisa futesh pranë anën e djathtë, kemi mobiljen e këpucëve, e cila është deri lart në tavan, dash me kombinimin e ngjyrës së drurit edhe gris, që janë dy ngjyra që i gjeni shumë në shtëpinë tonë. Është shumë funksionale sepse nga brenda është komplet me rafte, ndërsa këtu kemi një pjesë të cilën e kemi edhe për të varur diçka të shpejtë, ndoshta një xhaketë, një xhuk apo një pallto. Ndërsa pjesa tjetër është komplet me rafte për sistemimin e këpucëve. Pastaj këtu kemi një mobilje tjetër korridori, e cila është me këtë pasqyrën e rrumbullakët, që mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë, dhe veçanta e kësaj pasqyre është pjesa që vazhdon poshtë kësaj mobilje, secila është organizuar me dy sirtar të mëdhenj, sërish shumë funksional për të mbledhur 700 raqe që ka shtëpia. E kam dekoruar me këtë vazon elegante dhe me këto lule bezh të bardhë, që sërish janë ngjyra që i gjen shumë në shtëpinë tonë. Këtu mund të shikohesh për herë të fundit përpara se të dalësh jashtë, nëse luku jot është tërësisht okay dhe je gati për të dalë. Gjithashtu në korridor kemi një kondicioner tjetër mural të madh, sepse hapësira është shumë e madhe dhe nuk e di nëse do të ishte mjaftueshëm kondicioneri që ndodhet në sallon. Këtu kemi edhe kupën për të ulur për të veshur rehat këpucët. Sërish në korridor, në pjesën që të çon më pas te dhomat e gjumit, kemi këtë kredencën tjetër, e cila është menduar që aty të vendoset një pikturë shumë e bukur që më ka ardhur ende. Direkt nga korridori futesh në sallon, dhe ja ku jemi në sallon, pjesa e sallonit dhe kuzhinës ka goxha hapësirë, e di që është një 8 metra e gjatë dhe në mos gabohesh edhe një 4 metra e gjerë. Dhe këtu jemi në sallon. Salloni është menduar të mobilohet sërish duke përdorur këtë ngjyrën e këndit, i cili nuk kanon as në bezh, por nuk është as në gri, është një bezh e ftohtë do të thosha. Janë menduar dhe këtë kornizat në mur për të thyer pa një drejtësinë e murit. Si se shihni, edhe muret janë kombinuar me dy ngjyra, është një e bardhë e pisët, i thoshte dali arkitekti jon, dhe kjo ngjyra nude e ngrohtë. Këtu gjithashtu, siç e shikoni, janë 3 spote të zi, nga të ruazën brenda të verdhë unazën, dhe jam menduar që të vjen edhe 3 piktura të vogla që të kenë një kornizë të vockëlgor që të bëjë kombinimin edhe me spotet që jam vendosur sipër. Një nga gjërat kryesore që i kam thënë arkitektit ishte të lutem më ki kujdes shumë ndriçimi, sepse unë bëj video për YouTube dhe duhet që të kem ndriçim të mirë në çdo pjesë të ditës, edhe kur na mungon drita natyrale, sidomos natën, dhe tani në dimër që arsyetohet akoma më shpejt. Okej, kjo tavolina e drurit për mua është një masterpiece, është marrë tek Bal Italia dhe është shumë e bukur dhe e veçantë, është në dru natyral nga Bali. Si shikoni, shtëpia ka shumë dritë natyrale, momentalisht është ora 5 dhe ka rënë dielli kthej nga pjesa e sallonit dhe verandës. Kjo është pjesa e televizorit, e cila është menduar me këtë klafin gri me shiritat e zi elegant, gjithashtu të thyer me pjesën e mobiljes prej druri që ne kemi kudo në shtëpinë tonë. Anash kemi dhe një pjesë për librat. Shikojeni pra se sa i bukur është ndriçimi, kemi shirita LED kudo dhe aty anë është perde që të duket sikur bie nga sipër perdja. Kemi spote, kemi edhe ndriçues dekorativ. Te ky rafti këtu ka vendosur disa nga librat e mi, por që sigurisht që mezi po pres ta mbush edhe më shumë, duke shtuar libra të tjerë të cilat unë i lexoj dhe i ruaj me shumë dashuri në bibliotekën time të vogël. Shpresoj të ardhmen t'i lexojnë fëmijët e mi. Dhe këtu kemi pjesën e kuzhinës. Një tjetër masterpiece në shtëpinë tonë do thosha është kjo tavolina e drurit. Kjo është dru are, nuk është dru nga Bali, është marrë po ashtu te Bal Italia dhe është një kryevepër, është shumë e bukur. Të gjitha detajet e drurit natyral, si dhe forma e bëjnë akoma dhe më të veçantë. Gjithashtu edhe kariket ishin një nga zgjedhjet e mia që mendoj që janë shumë të veçanta. Okej, shikojni se sa e bukur duket tavolina me detajet e veta nga afër. Po ju tregoj edhe zgjedhjen e karrigeve, të cilat ka një formë tepër elegante, pjesa gri ku ulesh është e kombinuar me gjithë mobiljet e tjera në shtëpi. E veçanta e tavolinës janë edhe këmbët e metalit që e bëjnë pak më moderne, se druri do ta bënte pak më klasike. Tani njerëz duhet të di se cilën pjesë të shtëpisë të ndaj si të preferuar time, sepse
janë të gjitha të preferuarat e mia. Edhe kuzhina për mua është fantastike. E po gëzuar për shtëpinë e re. Atëherë, këtu në zonën e kuzhinës është menduar që krau këtej të jetë komplet deri në tavan, siç e shikoni, me mobiljen e trurit. Edhe në kaso kemi vendosur mikrovalën, gjithashtu edhe sopën, këtu kemi dhe frigoriferin. Ndërsa më pas në pjesën tjetër kemi pajisjen e kafes, këtu ka vendosur unë air fryerin. Në veçantë në kuzhinës tonë, besoj se qëndron tek këto raftet që janë metalike, sepse bëjnë shumë të veçantë, do me kam dekoruar me ngjyrat edhe me detajet e spinës së vjeshtës. Një nga kërkesat tona ndaj arkitektit ishte sepse donim një patjetër që të kishim një ishull në kuzhinën tonë, dhe besoj se hapësira e madhe që kishim në shtëpi na favorizonte për të pasur edhe ishullin në sallonin tonë. Dhe donim që ta kishim për shpejtësi kur konsumonim një mëngjes të shpejt me 2 karige të larta, gjithashtu besoj se është një hapësirë e nevojshme dhe në momentin që gatuar në kuzhinë, ti ke goxha banaf të lirë që të rrotullohesh. Ndërsa pjesa tjetër e kuzhinës është bërë përsëri në këtë ngjyrën e bardhë të pisët, dhe këtu i kemi deri në tavan, kemi aspiratorin, kemi pianurën, këtu kemi vendosur lavastoviljen, më pas kemi lavamanin e endëve, dhe gjitha raftet janë funksionale deri sipër në tavan. Gjithashtu në pjesën këtu të murit, anës ishullit, është menduar që të vjetë një raft tjetër metalik, i cili është si rafti tjetër që ju tregova, por pati një problem në matje, kështu që është futur sërish në prodhim. Na ka ardhur, por nuk është montuar ende, shpresoj të montohet brenda këtyre ditëve. Kështu duket edhe pjesa e ishullit. Edhe këto kariget e larta të veçanta, se që shikoni janë ndryshe nga njëra tjetra, dhe kjo ishte ideja që të gjenin diçka të veçantë dhe janë marrë sërish tek Palitalia. Edhe pjesa e kuzhinës ka goxha ndriçim natyral. Këtu kemi sërish një dritare e cila përveç ajrosjes më shumë ishte funksioni i dritës natyral. Dhe kemi vendosur një roller dhe jo një perderobe normale në mënyrë që të ishte më moderne për pjesën e kuzhinës. Të gjitha elektroshtëpiaket i kemi marrë përgjithsisht të Samsungut, siç e shikoni, edhe frigoriferin. Këtu ju thash që është lavastovilja, dhe lavastovilja është e vetmja në fakt që është marrë Electrolux, sepse këtë na rekomenduan si më të mirë. E adhuroj këtë raftin me këto ngjyrat e vjeshtës. Okej, dua t'ju tregoj edhe verandën. Okej, kjo është pjesa e verandës, e cila është goxha e gjatë. Këtu kemi vendosur një set për të shndruar në verandë, momentalisht bie dielli në verandë. Dhe nga krau tjetër është kjo karigja që lëkundesh, dhe siç e kuptoni pse nga stili, kuptohet që është marrë edhe kjo te Palitalia, dhe janë masterpiece në shtëpinë time realisht. Aty poshtë kemi dhe ovorin e shtëpisë ku janë të parkuar motorrat. Këtu është korridori i vogël që të çonte 2 dhomat e gjumit. Në të djathtën time kam dhomën kryesore të gjumit që është dhoma jonë. Këtu në të majt kemi tualetin kryesor të shtëpisë të madhi dhe përballë kam dhomën e gjumit e cila është e pamobiluar. Okej, kjo është dhoma e vogël, që nuk është aq e vogël nëpër masa, po më e vogël se jona. Vendos edhe ndriçimin. Të më thënë, dhoma e dytë e gjumit është lënë kështu e mpa mobiluar që do të mobilohet në muajt në vazhdim, do të kemi në fillim për misht dhe më vonë do jetë për fëmijët ta sigurisht. Dhe si magazin po shërben për momentit, aty në recept kam vendosur robotin që mos ta kem në korridor, se nuk më pëlqen të shoh pavarësisht se dua shumë për funksionin që ka. Dhe këtu kemi dhe tavollinën e hekurit të hekurosjes. Këtu kemi pjesën e lavamanit dhe mobiljes së lavamanit, e cila është shumë e veçantë sepse është një strukturë metalike me raftin poshtë prej druri dhe syprinën sipër e ka prej xhami. Dhe lavamani që është katror, bashkë me mishelatorin i cili është po katror. Këtu në rafte kam sistemuar peshqirat e fytyrës, këtu poshtë kemi peshqirat e mëdhenj të trupit. Ky është ai rrogicë tapeti që ju tregova nga Jusku në mënyrë që mos të bëhet ujë.
Pastaj këti kemi radiatorin, kemi hidrosanitaret, do të thënë edhe bide, gjithashtu koshin e robave që ka marrë në gri të erët, por gjithashtu ka menduar që koshin ta fus tek mobilja e tualetit. Këtu direkt, si për njëra tjetrës, kemi poshtë lavatricen, të dyja janë LG, edhe sipër kemi tharsen. Jam shumë e kënaqur nga të dyja, si nga lavatricia ashtu edhe nga tharsja, dhe mobilja e tualetit që vjen deri sipër në tavan me rafte, më ka mbledhur gjithë detergjente, gjithashtu edhe gjërat e plazhit që i kam futur aty sipër, është tepër funksionale. Dhe thash kabina e dushit që është e zezë. Një nga gjërat më të mira që kemi bërë njerëz është marrja e arkitektit, ndoshta e kam përmendur shumë herë në këtë vlog, por po të shikoni disa nga pamjet e shtëpisë tonë se si ka qenë përpara se të nisnin punimet, përpara se të shkatëronim çdo gjë, sepse në këtë shtëpi janë lënë vetëm kolonat rrethuese, sepse është ndërtuar me kolona rrethuese dhe fal Zotit, dhe fati ynë që nuk kishte mure mbajtëse, sepse kjo do na pengonte në organizimin dhe sistemimin e dhomave. Nëse i gjej do t'ua lë ndërkohë që të shikoni pamjet se si ka qenë shtëpia, dhe unë nuk e imagjinoja dot kur se do të arrinte që të realizonin diçka të tillë. Madje mbaj mend takimet e para me arkitektin, i thosha nuk e shikoj dot kështu, do vi kur të prishet. E ka më mirë i thosha të shoh të prishur të gjithë se të shikoj në këtë gjendje siç ishte. Sepse më përpara kjo shtëpi ka qenë ndarë në dy hyrje të tjera, të cilat shërbenin për apartamente me qera, të lëna vite të tëra, qeraxhive të ndryshëm. Dhe ishi konsumuar shumë, kështu që u holl çdo gjë nga e para, u bën ndarja, organizimi, sistemimi i dhomave të gjumit, sallonit të gjithë shtëpisë nga brenda, u bën një punë shumë e madhe me izolimet, me instalimet elektrike, hidraulike, çdo gjë është bërë në mënyrë perfekte, dhe një gjë shumë e mirë që kemi bërë pra me izolimet, sepse nuk dëgjohet absolutisht asgjë nga jashtë. Ne jemi kat i parë, ndërsa nga brenda shtëpisë në obori vjen më e ngritur, sepse zona që jemi vjen pak si kodër, dhe kjo na bën që dhe verandën ta kemi sipër, pami poshtë kemi oborin, nuk kemi fiks në zero, po jemi kat të parë, ndërsa nga pjesa e rrugës ne vim fiks me trotuarin. Dhe një nga kërkesat tjera që ne kishim ndaj arkitektit ishte që nuk donim asnjë dritare që ta kishim nga rruga. E kisha shumë bezdi, sepse thosha unë do jem në shtëpinë time dhe do shikoj hijet e njerëzve që më kalojnë aty te dritarja. Nuk jetoj dot, sepse unë gjithmonë kam jetuar në katet e sipërme. Shtëpinë që jam rritur në Berat, kemi pasur gjithmonë në kat të 7, shtëpinë që kemi ndojtur në Qeraj, kemi pasur në kat të 6, dhe kisha shumë problem të ndihesha si në tokë si njësh me njerëzit jashtë. Dhe u realizuar, ne nuk kemi asnjë dritare nga pjesa jashtë e rrugës, të dyja dritaret e dhomave të gjumit i kemi nga pjesa e brendshme e oborrit, edhe balkonin, verandën e madhe sigurisht e kemi në sallon dhe nga brenda oborrit tonë. Realisht e adhuroj se si ka dalë shtëpia jonë, kemi realizuar shtëpinë tonë të ëndrave, dhe ajo nevoja që u thashte një arkitekti e vëm re çdo ditë se sa funksionale dhe se sa praktike është çdo gjë në shtëpinë tonë, ti zja dorën ke aty ku duhet, sa priza që të nevojitet, çdo gjë e ke aty afër është jashtëzakonisht shumë po shumë praktike. E sigur që më keni dëgjuar gjatë gjithë videos të them që është pjesa e preferuar, sepse realisht kemi ndërtuar shtëpinë tonë të ëndrave dhe gjithë shtëpia dhe çdo zonë e shtëpisë është e preferuara ime. Këtu është kjo puba e madhe në mes të garderobës, sepse një nga kërkesat tjera të mia ishte sepse doja garderobën më vete, por për faktin që ishin të limituar edhe nga dritaret që unë nuk doja nga pjesa e rrugës, ishim të limituar në ndarjen e garderobës më vete dhe dhomës së gjumit më vete. Por në këtë mënyrë është bërë duke sikur jeni një zonë më vete. Pjesa e parë, sepse dhoma e gjumit vjen e gjatë siç e shikoni, siç e pat, dhe pjesa e parë është garderoba dhe më pas vjen zona e gjumit që janë si dy zona më vete. Kështu që kjo po faktu është shumë funksionale, po përpiqesh shumë me Klajdin në mënyrë që mos më lëre gjithë rrobat këtu që të shërbejë ajo karrigja e pamshme që më lidhet me rroba sipër. Kështu që mundohem çdo ditë të lutem rrobat e tua vëri në vend, edhe sikur mblidhen 1-2 rroba sipër, përpiqem ti palas ti vën në vendin e duhur, që ta kem gjithmonë të pastër. Ndërkohë këtu mund të ulesh, të vendosh se çfarë do vesh sot, çfarë çmante do marr, çfarë aksesorësh do vë, dhe gjithë garderobën e ke këtu nga pas. Këtu kemi pasqyrën e madhe, e cila ndodhet përballë garderobës dhe mund të shikohesh ndërkohë që vishesh dhe stilohesh.
Këto pupat, si pupa e dhomës së gjumit, gjithashtu edhe pupa e korridorit, janë bërë me porosi. Gjithashtu këtu kemi dhe tualetin ton personal në dhomën e gjumit, që jam shumë e lumtur në fakt që e bëm, sepse në fillim kur më propozoi arkitekti, isha pak me mëdyshje, sepse thosha jo po aromat, jo po avulli dushit, këto gjëra, nuk isha shumë e sigurt nëse e doja në dhomën tim të gjumit, por tani që e kemi bërë, jam shumë e lumtur sepse është një tualet personal dhe çdo gjë i ke këtu afër në dhomën tënde të gjumit. Dhe këtu kemi direkt kabinën e dushit dhe veçanta e kësaj kabinës është pikërisht ky punimi i gurit, i cili është shumë i bukur. Arkitekti na e propozoi dhe ne pëlqejmë direkt dhe vërtet është e veçantë sepse kur lahesh të jem ndjesin sikur të bën masazh poshtë këmbët. Është edhe veçantë sepse bëhet vetëm në Vlorë në mos gaboj. Këtu kemi pastaj mobiljen e tualetit dhe kjo ishte e gatshme, bashkë me pasqyrën e vet shoqëruese, ka këtë formën ovale të lezetshme, edhe lavamani është katror dhe goxha i bollshëm. Këtu ka dritën LED, kështu, edhe me ndriçim. Ndërsa kjo është që pasqyra të thahet dhe mos të krijojë avull për shembull në momentin që bën dush. Këtu mbrapa derës kemi dhe radiatorin për peshqirat, për t'i tharë dhe për të ngrohur gjithashtu tualetin që është e nevojshme në dimër. Ndërsa këtu kemi pjesën e WC-s edhe të dushit. Ne kemi të lidhur gjithashtu panelin diellor, kështu që dushi nuk është se vihet shumë në funksion, përparësi ka paneli. Kjo është koshi i vogël që mora te sisaj dhe mbajtja e letrave higjienike që mora te gjysku së bashku me pastruesin e tualetit. Aty kemi dhe shatafin. Këtu kam vendosur një rukicë e cila është e domosdoshme në momentin që ti del nga dushi që mos të bësh ujë tualetin. Këtu kemi pjesën e krevatit tek dhoma e gjumit. Krevati është menduar të bëhet në king size, kështu që është me përmasa më të mëdha se krevatet normale dhe kjo ka qenë një zgjedhje super e mirë që kemi bërë. Dhe pjesa sipër vjen ndriçuar me spote, gjithashtu më shumë për dekor, është dhe ai ndriçuesi i varur, që në këtë rast është nga ana e Clyde-it dhe është në formën e një gjysmë hane. Këtë di që se dallohet mirë. Këtë dallohet paksa më mirë. Dhe patjetër në ansore, në të dy ansoret janë komodinat e krevatit që momentalisht nuk kanë asgjë. Mendoj këtu nga ana ime, meqense nuk kemi ndriçues dekor, të vendos një abazhur, por akoma nuk kam sjellur këto dekore që do t'i shoh në vazhdim. Perdet janë po njësoj siç janë në sallon, e njëjta ngjyrë është përdorur edhe këtu. Dhe këtu, mbas me të mbaruar dollapi, vjen direkt tavolina e make-upit. Na mungon pupa e make-upit që nuk është bler ende dhe po mundohemi të zgjedhim diçka të veçantë, prandaj ka ngelur e paplotësuar. Edhe kjo pasqyra me këtë formën kaq të bukur dhe të veçantë. Okej, gjithashtu këtu është menduar që të vendose dekoruese, një lule, diçka tjetër dekori, që nuk është bler edhe kjo akoma, por do plotësohet në vazhdim. Këtu te tavolina e make-upit kam vendosur edhe këto të dyja që mora tek Jusku, e doja pikërisht për të mbajtur orën, gjërat e përditshme, vëth, unaza. Këto janë disa nga parfumet apo deodorantët që përdorim në përditshmëri. Këtu kemi gjithashtu mjaftueshëm rafte, unë nuk i kam organizuar ende, po do organizoj të gjitha make-upet e mia, duke ndarë tek ato që përdor më shumë dhe tek ato që përdor më pak.